Shtypi ditës i datës 1 dhjetor, Gazeta Panorama. Malli pa faturë, super gjoba e konfiskim, 30 dita fat për biznesin. Zbardhet udhëzimi i Ministrisë së Financave. Gjobat e reja dhe detyrimet për rivlerësim për mallrat e padeklaruara nga 1 janari. Vijoj më tej ku në faqen 9 do të lexoni artikullin Gjyqtari Stavri Kallço, gjykatare xhepist, kur dha vendim qeshte. Në faqen 3 do të lexoni Kreu opozitës, Basha, Rama me 40 ajdus si buroje e pleqve të regjun në 90-ën. Në faqen 10 do të lexoni Korç, baba i Deur qëllon me kallash djalin e vetëm. Dosja në gjyq, rishfet në hipotek, zbardhet përgjimi i drejtorit. Një artikull ky që do të lexoni në faqen 11. Po në faqen e parë të kësaj gazete do të lexoni krye artikullin Pëllumbi, Blushi, kërkesa ultimative ndaj Ramës, si u evitua ndarja e PS-s. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të lexoni gazetën Panorama. Vijemi një tjetër të përditshme shqiptare, siç është Gazeta Shqiptare, ku në faqen e parë të kësaj gazete do të lexoni këto artikuj. Rama, rritje borxhit, teologe Kukuvajka. Kryeministri u përgjigjet kritikëve, lam 100% borxhin $720 milion. Po në krye të faqes së parë të Gazetës Shqiptare do të keni mundësi të lexoni Sigurimi, si u survejuan kosovarët në Tiranë për festimet e pavarësisë. Vijoj më tej në faqen 5 do të keni mundësi të lexoni artikullin Gënjeshtra për ulje çmimesh, vendimi, gjoba ndaj bizneseve. Dosja e skandalit, korrupsioni në gjyq, zyrtari i hipotekës ja regjistrimet. Samiti i klimës, nishani në Paris, angazhim për të ardhmen e planetit ton. Një artikull ky që do të keni mundësi ta lexoni në faqen 4. Në faqen 11 do të keni mundësi të lexoni Mësuesja kaloi 3 male me këmbë për të mësuar 2 fëmijë në fshat. Më tej në faqen 7 do të keni mundësi të lexoni artikull Skandal seksual me vullnetarët e korpusit të paqes në Shqipëri. Këto dhe disa artikuj të tjerë do t'i keni mundësi të lexoni Gazetën Shqiptare. Vijojmë tani me Gazetën Shekulli, ku në faqen e parë të kësaj gazete do të keni mundësi të lexoni Rishfeti, dosja, biseda e plotë e Artantushës, ish kreu të Tiranës, me qytetarin të cilit i merr 500 euro. Si krye artikull në faqen e parë do të lexoni Berisha, distintiv alumim për veteranët. Vijojmë me faqen 7. Gentiana Sula, 2 hapa për të punësuar rregullisht në Gjermani. Dëshmova në polici për vrasjet e xhaxhait e nipit. Në faqen 20 do të lexoni Aurora Seranaj, lesbizmi, nuk merre me shijet e kolegeve. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni në Gazetën Shekulli. Kalojmë te një tjetër e përditshme shqiptare, siç është Gazeta Shqiptarja.com. 90.000 automjete do të çregjistrohen makinat me probleme. Drafti i Ministrisë përcakton kategoritë e makinave, cilat do të nxirren nga sistemi në si të gjithë emrat e pronarëve që nuk kanë shlyer detyrimet. Më tej në faqen 2 dhe 3 do të keni mundësi të lexoni artikullin Pikat e reja në reformën në drejtësi, struktura e re për hetimin e prokurorëve dhe gjykatësve. Oboret në përdorim do të kalojnë në pronësi të familjeve. Përfitojnë familjet e vendosura në banesa pas vitit 1960. Ish pronarëve do të jepet kompensim sipas ligjit të ri. Emigracioni, Gjermania e hap tregun e punës, por nuk ka azil për shqiptarët. Një artikull ky që do ta lexoni në faqen 5. Renditja, 800 universitetet më të mira, Shqipërisja kalon Uganda dhe Kenya. Kosturi, muzika po lidhet pas dore në Tiranën e panaireve. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni në Gazetën Shqiptarja.com. Vijojmë me një tjetër të përditshme shqiptare, siç është Gazeta Shqip, ku në faqen e parë të kësaj gazete do të lexoni Shehi, qeveria injoroi ish pronarët, aleati të djathtëve kundërshton projekt ligjin. Debat për pronat, argumentat e Ramës, tripikat e strategjisë son, fshin termin ish pronar. Vendosim afati i referohemi Strasburgut dhe kushtetueses. Më tej në faqen 7 do të keni mundësi të lexoni artikullin Skandal seksual në korpusin e paqes. Më tej në faqen 10 do të lexoni artikullin Kosovë, reagojnë ndërkombëtarët, gaz në kuvend, arrestohen edhe 3 deputetët. Skandali në Puk, Beqaj heq nga puna shoferin e ambulancës. Një artikull ky që do të lexoni në faqen 22. Arsim, pranimet në universitet tani pa maturë shtetërore. Një artikull ky që do të lexoni në faqen 14. Më tej në faqen 20 dhe 21 do të keni mundësi të lexoni Një dhëtim me personazhe të letërsisë. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni në Gazetën Shqip. Vijojmë me një tjetër të përditshme shqiptare, siç është Gazeta Standard. Nisin protestat e tregtarëve, po na shkatroni, shoqata e biznesit gati rekursi në kushtetuese, si vogoditen profesionet e lira, për 100 ton sheqer të padeklaruara gjoba deri në 36 milion euro. Më tej në faqen 5 do të lexoni ligjëri për fuqinë punëtore. Në vitin 2016 Gjermania do të hapë tregun e punës, kushte për Ballkanin. Më tej në faqen 19 do të lexoni artikullin Ndarja e re administrative. Hiqet në qytet transporti udhëtarëve me furgon vetëm për fshatrat. Këto dhe disa artikuj të tjerë do t'i keni mundësi të lexoni Gazetën Standard.
Vijmë me një tjetër të përditshme shqiptare, siç është gazeta Tema, ku në faqet të parë të kësaj gazete do të keni mundësi të lexoni. Giganti kinez do të ndërtojë autostradën Shqipëri-Malizi, fiton tenderin 1.7 miliard dollar. Në faqen 7 do të lexoni rritet taksa e pasurisë, do të paguajnë edhe qiramarsit. Mëtej në faqen 15 do të lexoni fitoria e madhe e Vladimir Putin. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni gazetën Tema. Kalojmë tani te Gazeta Ballkan, ku në faqet të parë të kësaj gazete do të lexoni këto artikuj. PD blof me testin, gjurmët e drogës zhduken nga organizmi. Flasin toksiologët, trupi pastrohet brenda 2 javësh. Mëtej në faqen 7 do të lexoni strategji e re për transportin, udhëtim me bileta elektronike. Mëtej në faqen 6 do të lexoni artikullin Pastrimi i listës në 2016, ndihma ekonomike, përjashtohen 10.000 familje e invalid. Mëtej në faqen 7 do të lexoni si do të pagohet taksa e banesës dhe pasurisë në faturën e energjisë. Korridori kaltër, gigantët kinez investojnë 1.71 miliard dollar. Një artikull ky që do të lexoni në faqen 4. Mëtej në faqen 11 do të lexoni artikullin Lajmi Rajunës në 85-ën, zbulohet policia sekrete e Enver Hoxhës, strukturë e panjohur nga sigurimi, si funksiononte rrjeti personal i diktatorit. 2 paktet sekrete, letra e panjohur e kryeshkopit janë udhatos për Ramiz Alin. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni gazetën Ballkan. Vijmë me një tjetër gazetë, siç është gazeta Dita, ku në faqet të parë të kësaj gazete do të keni mundësi të lexoni një artikull nga Recep Qosja. Letër ambasadorëve, nëse doni vërtet të ndihmoni shqiptarët. Mëtej në faqen 10 do të lexoni skandalet seksuale të Korpusit të Paqes në Shqipëri, rrëfimi shokues i vullnetares Bonnie Scott për zyrtarin amerikan që sulmonte gratë shqiptare. Mëtej në faqet 7 dhe 12 do të lexoni çfarë duhet që Obama të vinë në Shqipëri, studia ligjore që do të mbrojë Alpetrolin. Në faqen 15 do të lexoni ekskluzive historia e fotos së rrallë me Metsheu në Kish. Në brendësi të gazetës Dita do të lexoni si përpunoheshin letrat anonime në Ministrinë e Mbrojtjes. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni gazetën Dita. Vijojmë tani me shtypin sportiv me gazetën Panorama Sport, ku në faqet të parë të kësaj gazete do të lexoni Skënderbeu likuidon Tiranën, Daja, arbitri është fajtor. Bindin kampionët Bardhe Blu dalin nga lufta për titull. Po në krye të faqes së parë do të lexoni dhe artikullin Reagon kapiteni Seranaj, ja e vërteta e fotos me puthje. Mëtej në faqen 8 do të lexoni Gjika flamurtari në situatë të dhimbshme. Ish kryebashkiaku të respektohet kontrata, rrogat s'kan lidhje me bashkinë. Skënderbeu sulmohet me gur autobusi Partizanit, Bica e Sukaj i përzën me dru. Në faqen 14 do të lexoni sondazhi trajneri i vitit Debiazi lë pas Allegrin. Në lajmet nga bota do të lexoni triumfon Napoli, Inter i ndalet te shtyllat. Në faqen 21 do të lexoni Top Yard zbardhen 3 finalistët Messi favorit. Intervista Robben ja sekretet e karrierës time. Në faqen 15 do të lexoni Mihajlović kam pasur përplasje me Berlusconin. Këto dhe disa artikuj të tjerë do të keni mundësi të lexoni gazetën Panorama. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për shtypin e ditës.